Disa shkaqe të ngecjes së muslimanëve. Moto: të gjitha qytetërimët janë në teposhtë, por në mënyra të ndryshme. Teposhtja e lindjes është pasive, ndërsa e perëndimit aktive. Fa i lindjes ta të pjetëse është se nuk mendon më, ndërsa i perëndimit se mendon tepër, por shtrembër. Lindja flen mbi të vërteta, perëndimi jeton në gabime. Fritjof Skum. Hyrje në problem. Në fillim të mijëveçarit të tretë, bota numëron mbi 7 miliard banor, kurse prej tyre 1.5 miliard janë muslimanë. Bota muslimane zën një hapësirë të ndjeshme gjeografike në glob, dhe në pajtim me këtë ka resurse të mëdha materiale dhe trashëgimi të jashtëzakonshme shpirtërore. Edhe disa shekuj më herët ky qytetërim ka qenë në kulm të përparimit dhe kontributit njerëzor. Ata ishin në avangard të qytetërimit dhe kulturës për tërë njerëzimin. Edhe sot ky qytetërim vlerësohet dhe paraqet hallk me rëndësi në zinxhirin e kontribuesve të botës, si në shkencë, art, filozofi, shoqëri, astronomi, optik, mjekësi, fizik, kimi, farmakologji, histori e tjerë. Por kjo dritë e jashtëzakonshme u fik. Janë ata prapa historisë vetjake dhe historisë së popujve të tjerë. Kjo ngecje është rrënjosur për shumë kohë. Si pasojë e kësaj, muslimanët sot janë të përfshirë në luftra, vllavrasje, shpërngulje të dhunshme, uzurpime të pasurisë së paluhatshme, varfëri të ndryshme dhe sëmundje, pije narkotike, përzierje direkte e indirekte në çështjet e vendeve të tyre. Po ashtu vendet muslimane janë të përfshira dhe në dhunën e brendshme, ignorancë, varësi ekonomike, mungesë lirie të shprehjes, lëvizjes e tjerë. Edhe pse janë shkruar dhjetra vepra dhe dhjetra artikuj nga autorë serioz, musliman dhe jo musliman, nuk kemi ndonjë studim gjithëpërfshirës për këtë temë. Prandaj, edhe shkrimi ynë do të jetë në ndikimin e kësaj gjendje, trajtim të pjesshëm. Por megjithatë do të përpiqet të jep frymë të re, pse jo edhe qasje të re në trajtimin e kësaj teme mjaft komplekse. Shkaqet e ngecjes. Çfarë ndodhi me muslimanët pas gjithë atij përparimi, gjithë atij kontributi shumë shekullor në shkencë, kulturë e qytetërim, që të bien në këtë gjendje të mjerueshme? Kush është përgjegjës për këtë rënje trishtuese të muslimanëve? Mosfaji është e ndonjë individ, grup apo te popujt e tjerë. Mosvalli është e shkruar që çdo popull pas një ngritje të bie, për të ardhur ndonjë popull tjetër me hovë dhe elan të ri, për përparime dhe rezultate të reja. Disa autorë perëndimor, si Goldziher e të tjerë, akuzojnë Islamin për rënje dhe ngecjen e muslimanëve. Filozofi gjerman Teneman për shembull pohon: arabët nuk janë të aftë për kurrfar aktiviteti të pastër intelektual. Mundësitë e tyre nuk shkonin për të shkrimit të komenteve të mësimit filozofik të Aristotelit dhe përshtatjes së saj për mësimet e fesë së tyre. Edhe orientalisti Ernest Renan pohon ngjashëm: arabët nuk janë të aftë të pranojnë për shembull metafizikën dhe filozofinë. Ka të tjerë që thonë se Islami është në rregull, por muslimanët janë fajtorë për këtë ngecje dhe prapëmbeturi. Ka edhe të tillë që pohojnë se Islami dhe muslimanët nuk janë fajtorë, por fajin duhet kërkuar te popujt jo musliman, të cilët ishin në kontakt me muslimanët. Këta të fundit këtë e vërtetojnë me gjithë atë kontribut të muslimanëve, i cili shkëlqeu jo vetëm brenda muslimanëve, por tek të gjithë njerëzit. Islami është feja e zhvillimit, e rrugës që çon në përparim. Këtë e vërejmë edhe te arabët, edhe te persianët, edhe te berberët, edhe te turqit. Me pranimin e Islamit ato u bën lider të botës në çdo fushë të jetës. Will Durant në historinë e qytetërimeve shkruan: nuk ekziston qytetërim më i çuditshëm se ai Islam. Sikur Islami të angazhohej për ruajtjen e gjendjes ekzistuese, një trajtësinë dhe monotoninë në shoqëri, atëherë kjo bashkësi do të mbetej në atë gjendje në cilën edhe i takoi arabët. Mirë po Islami, për më pak se një shekull, ka okupuar dy qytetërime të mëdha fqinje, duke formuar një të ri edhe më të madh
por edhe më madhështor. Islami ishte ai që ju mundësoi muslimanëve të bëhen mësues të botës. Islami ishte ai që pjesëtarët e librit, të krishterët dhe hebrejt i bëri partnerë e jo skllëvër. Në vend të luftës e vrasjes, Kurani ftoi që të lexohet në emër të Zotit një të vetëm. Kurani thot betohem në laps, e nuk thot betohem në shpatë e dhunë. Mësimin e bëri postulat të një shoqërie të shëndosh, e jo mjet magjie apo shpirtëzimi. Nëse i mëson analfabetët, fiton lirinë, ishte parulla islame e pejgamberit ton të dashur Muhamedit alayhis salam. Ja disa hadithe të Muhamedit alayhis salam lidhur me mësimin. Ai thot: kërkimi i diturisë është detyrë rigoroze për çdo musliman e muslimane. Gjithashtu thot: kërkoni dituri prej djepi e deri në varr. Gjithashtu thot: urtësia është gjë e humbur e besimtarit. Kudo që ta gjej, le ta merr. Kjo bori që muslimanët të përkthejnë çdo gjë me vlerë nga e kaluara, të bëjnë lidhjen mes kohës së lashtë, antikës dhe mesjetës. Ahmed Emin, një dietar egjiptian i ditur, pohon se elanin që muslimanët e treguan në marrjen e tokave të reja në treguan dhe në mësimin e diturive të reja. Së këndemi e përsia muslimane ishte e përsia e fjales së islamit, ndaj fjaleve të klerikëve kristian apo magjistarëve të ndryshëm, të cilët mësimin e kishin zëvendësuar me mite e legjenda. E përsia islamit ishte e përsia e drejtësisë kundrejt padrejtësisë, e paqes kundrejt dhunës, e frymës dhe thelbit kundrejt formës dhe formales. Kjo na mëson se Islami, të cilin na dhuroi Kurani dhe na shpjegoi dhe jetësoi Muhamedi alayhis salam, nuk mund të jetë fajtor për gjendjen e tanishme të muslimanëve. Si duket, në pyetje nuk është Islami, as Kurani, as Muhamedi alayhis salam, por perceptimet tona dhe interpretimet tona. Elita intelektuale muslimane, ulemaja, bartin përgjegjësinë kryesore për këtë ngjecje të muslimanëve. Një ndër çështjet që është interpretuar negativisht është paracaktimi, determinizimi, sipas të cilit çdo gjë që ndodh me dijen e Zotit, qoftë e mirë apo e keqe. Washington Irving, një orientalist perëndimor, mendon se ky faktor ka ndikuar edhe në rastin e përparimit, edhe në rastin e ngjecjes. Vdekja në luftë konsiderohej e pashmangshme, kurse në anën tjetër shpërblehej me xhenet. Paraqitja e sekteve në interpretimin e këtij problemi edhe më shumë e ndërligoi çështjen. Vallë, Kurani dhe hadithi thonë se njeriu është duar lidhur dhe i pafuqishëm në këtë univers për ta ndryshuar gjendjen nga e keqja në të mirë, apo njeriu është i lirë ta zgjedhë rrugën dhe në pajtim me këtë të bëhet përgjegjës për rrugën e zgjedhur dhe për veprimet e tij. Çfarë kuptimi do të kishin gjithë ato ajete dhe hadithe që flasin për arsimim dhe edukim si synim të pejgamberisë? Nëse njeriu do të ishte i determinuar, pra i paracaktuar në interpretimin e disa rrymeve muslimane, atëherë dhe sistemi juridik dhe penal, sikur edhe bota për te xheneti dhe xhehenemi, nuk do të kishin kuptim. E qartë, ky interpretim është i gabueshëm dhe i paqëndrueshëm. Dietarët musliman kanë përgjegjësi të jashtëzakonshme. Ato nuk gjykojnë për hir të tyre, sepse pas vetës kanë një masë të tërë besimtarësh, me pasoja shoqërore të papara. Muslimanët e parë Kadan dhe Kaderin, paracaktimin dhe realizimin e atij paracaktimi, nuk e kuptuan si determinizëm në kuptim të fatalizmit, dorëzimit, por vetëm si dije të Zotit për të ardhmen tonë, dhe se mësimi, puna, edukimi, luftimi i të keqës dhe urdhërimi i të mirës janë faktorë që ndikojnë në të ardhmen pozitive të muslimanëve, dhe e kundërta çon në ngjecje e humbje të thellë. Një faktor tjetër në 2-3 shekujt e fundit ka qenë dhe maksima e Karl Marxit, se feja është opium për popullin, ndërsa në shërbim të tiranëve dhe shtypësve. Ata thonin se besimtarët në ndikimin e disa imamëve preferojnë durimin ndaj dhunës,
duke shpresuar se Zoti do t'i shpërblejë në botën tjetër. Këto nuk janë mësime të mirëfillta islame, por akuza të bazuara në pohime të njerëzve jo kompetent. Disa liderë despot kanë abuzuar me teorinë e determinizimit dhe kanë arsyetuar dhunën dhe vrasjet e tyre, sepse populli duhet t'i nështrohet sunduesit, wa ulul emri minkum. Al-Afganiu thekson se problemi kryesor për shoqërinë islame është tirania e brendshme dhe imperializmi i huaj. Derisa problemi i jashtëm është i qartë, me problemin e brendshëm kanë nënkuptuar ignorancën dhe përçarjet ndërmethkebore dhe ndërsektare. Ai refuzoi të pranojë se Islami është faktori i dhunës dhe tiranisë. Përkundrazi ishte për demokraci, shura, gjë që në fazat e hershme të muslimanëve ai dha fryt të jashtëzakonshëm. Sipas shumicës muslimane, sistemi parlamentar aktual është më i afërt me natyrën e Islamit dhe më frytdhënës. Problem tjetër në botën muslimane ka qenë braktisja e studimit të shkencave natyrore dhe polemikat e pafundër rreth temave ka herë të shtëruara, si është apo nuk është Kurani i krijuar, shtohet apo nuk shtohet imani, duhet ngritur apo nuk duhet ngritur duart e tekbirit fillestar, etj. Kjo gjendje çoi në përçarje të muslimanëve, ndërsa rivalët shfrytzuan këtë gjendje për të arritur hendekun edhe ashtu edhe më thellë. Disa faktorë të brendshëm të ngecjes së muslimanëve. Ndër faktorët e ngecjes së muslimanëve numërohen dhe disa lëshime si ashpërsia, rigiditeti, padia, mos pajtimi me ndryshimet, mos durimi ndaj vlerave të mira, si pasojë e konservatorizmit dhe mendjes së mbyllur. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin famëlart: e kur atyre ju thuhet, ndiqeni shpalljen e Allahut, ata përgjigjen: jo, na ndjekim atë udhë në të cilën i kemi gjetur të parët tanë. Vallë, edhe atëherë kur të parët e tyre nuk kanë qenë të ditur dhe kur nuk kanë qenë në rrugën e drejtë. Kaptina El-Bekare, ajeti 170. Intelektualët botëror mendojnë se bindjet konservatore, mosdia, rigiditeti janë në kundërshtim të hapur me frymën e mësimeve islame. Mendimet e tilla janë kundër risive e përparimit. Bindjet e tilla filluan me harixhizmin në shekullin 7, por të vazhduar me tradicionalistët shiit në shekullin 10 dhe tradicionalistët sunit në shekullin 14, përkatësisht në shekullin 18. Këto grupe, në përgjithësi por edhe të tjera në pakic, ndikuan që intelektualizmi të përjashtohet nga jeta muslimane, përkatësisht të mbyllen institucionet e ijtihadit. Kësaj gjendje i ndihmoi dhe qëndrimi i ngurtë i disa muhadithëve, të cilët refuzonin diturinë racionale dhe urdhëronin traditën dhe aty ku nuk kishte vendin. Mendimtarët e famshëm dhe filozofët u shpallën mosbesimtar, sikurse Ibn Sina, Razi, Farabiu, Biruni, Ibn Rushdi, Ibn Halduni e tjerë. Izolacionizmi mori hovë në vend të vlerave për të vazhduar një kohë të gjatë. Nisur nga ky trend, disa perëndimor pohuan për Islamin si fe që e pengon lirinë e mendimit. Disa të tjerë mendojnë se braktisja e vrojtimit, përvojës dhe eksperimentit dhe përvetësimi i metodës racionaliste aristoteliane është fajtore për këtë ngecje. Edhe pse dihet se Aristoteli nuk ka mohuar empirizmin, por nuk e ka konsideruar si metodë të vetme. Autorë të tjerë mendojnë se jo aristotelinizmi, por platonizmi të dietarët musliman, i cili futi në politikë fenomenin e regjimeve autokrate dhe autoritetare, kurse në mendim futi abstraksionizmin dhe distancimin e inteligjencës nga një mendësia shoqërore. Por nëse i bëhet një analizë objektive, faktori kryesor për ngecjen e muslimanëve është dhe Aristoteli edhe Platoni. Por mbi të gjitha largimi i muslimanëve nga mësimi kuranor dhe sunetik dhe pasimi i verbër i të parëve pa hulumtime, pa frymë kërkimore hulumtuese.
Këta dietar do t'i quanim me një gjuhë të rript dietar pallatësh dhe shërbetor të oligarkive politike. Në tërë këtë masa popullore muslimane është fajtori më i vogël.